rritemi edhe nuk i shohim Kuptojmë gjërat më shumë. Po rritemi ose më saktë po plakemi. Mbase edhe kjo. A pjesa po rritemi ishte. Po rritemi herë, ti mbase po plakesh. Unë për vete po rritem. Mirë, okay, po shifen e herë pasaportën kur të kesh kohë. Po ndoshta nuk na duken gjërat, se ato janë të njëjtat gjëra, por nuk na duken më të bukura sepse ne nuk kemi më të vegjël që themi, fitova një projekt, unë do marr pjesë në një shfaqje. O sa bukur, ka njerëz që më duar trokasin akoma. Kam shumë më këto më duar trokasin, mos më bëna sillë përshtypje. Ndoshta ja, se besha ka më bëni shumë, i dua shumë. Si mendon ti? Unë, me thënë drejtën, jam pak e zhgënjur nga ky profesion. Nga profesioni? Po. Nuk është se... Nuk e ke marrë të satisfakcionin që... Jo, satisfakcionin e ka marrë, po shikoj që këtu suksesi në një sens është i fundëm në Shqipëri. Do me thënë ti arrin një pikë dhe nuk ka maqësh. S'ka, nuk... Kaqësh. Unë zhgënjimin më të madhe mora para disa ditësh kur pash fotografinë të madhit, e shtëpisë të madhit Robert Drenika, është ajo foto e famshme që i kishin shkuar për vizitë, edhe në ato foto ishin njerëzit u çuditën nga mobilet e vjetra, ndërsa unë pash një televizor nga ato që ka kohë që janë ndruar, nga ato televizorët me atë gungën nga mbrapa. E qartë. Edhe them, si ka mundësi i madhi Robert Drenika? Tamam i madhi, ai është me vërtet i madhi. Që tani vetëm me gjithë ato role që ka luajtur, edhe me gjithë ato filma... Pra që është njësoj? Pra me gjithë ato materiale që ka mbushur televizorin ton, si nuk u gjet një mundësi që ai të mbushi shtëpinë e vet me një televizor? Imagjinoj. Ai duhet bënte jetë luksoze, më ç'të televizor thua. Ai duhet bënte jetë luksoze, ai duhet kishte një shofer privat sepse është në një moshë që nuk mundet më të lodhet në këmbë, duhet kishte një shofer privat, duhet kishte... Shiko, po t'ishte në Amerikë dhe kishte... Shiko, aje ka emrin Robert Drenika, sepse jeton në Shqipëri. Dhe kishte De Niro, qartë. Po t'ishte në Amerikë dhe kishte Robert De Niro. Mirë, po fatkeqësisht aje jeton në Shqipëri. Tani më kupton se çfarë po them? E kuptova dhe unë praneta nxora këtë topin që ti ta zhysësh edhe të thuash që ja prapse unë nuk dua të jetoj këtu. Jo, nuk dua të jetoj sepse përpos ose leca lek që dish televizor të mirë, unë dua shumë vendin tim, po shikoj që këtu nuk po bëhet përpjekja më e vogël për artin tani, me thënë drejtën. Thonë që do ndryshohet ajo godina, do bëhet një godinë re, faleminderit, shumë bukur, po ato rroga do ngrihen një herë, ajo ngrofja minimalisht, unë bëj fizioterapi për ditë. Dhe mua nuk mund dëm shpërblen njëri për këtë gjë, nga të ftohtë që kam marrë në teatr. Unë kam shpinën të copë, nga të ftohtë që kam marrë në teatr, bëj gati për ditë fizioterapi, i shtunë dielën, dhe unë këto para i paguaj vetë. Dua të iki që këtu. Gjatë shfaqjes opera për 3 grosh, në radhë parë dua të komplimentoj Urime, e kishe qarë rolin e prostitutës. Ta thash kështu këtë. Ma ajo ashtu është prostitut. Që të bëjmë tash? Po si i kënë drita 20 minuta mi gocë në salë edhe nuk shkulleshin njerëzit, E po luaja unë atë natë. Luaja unë atë natë. Po e kemi eduku publikun që po e pagove lekët do t'i marrësh mramsh produktin deri në fund. E më janë artë dashës, edhe pritën pasaj, pritën? Tregus shumë i fort, që publiku e do teatrin dhe do të shojë teatrin. Po mirë, pavarësisht kushteve skandaloze. Moj motër, pritën edhe... Ahu, ku i bjen ti, ku i bjen? Ore, ku i bje ti, se... Pritën, deri në fund. Erdhën dritat, vazhdoj shfaqen ju. Dhe duar trokitën në fund. Dhe nuk iku asnjë njeri nga salla. Sa minuta nga fundi kishte ngel kur ikën dritat? Jo, kanë ikë 20 minuta të para. Do me kështë ngellë komplet shfaqja? Për kokën time, ka një 20 minuta dhe para. A ka akoma njerëz publiku që gjatë shfaqjes përdor celularin? Shini drita kështu? Ndonjëherë. Njerëz që flasin telefon? Jo, po ka që nxirrin celularin shumë se na fotografojnë neve. Të mëshme. Pse është të mëshme? Po si mund ta bësh me gos me blic ti e shef një person? Jo, pa blic. Jo, blic nuk ka. Jo, pa blice. Pastaj plus janë ato vajzat që po të ndodhi gjëra më e vogël, shkojnë direkt. Edhe i kapin për flokësh, i qisin për jashtë. E plazishet aty. Po ka shumë që ikë jam teatër. Jam teatër. Jo. Jam në teatër. Me që edhe temperaturat jashtë, në këto momente duhet jenë rreth 10
grad minus, edhe këtu në studio kemi aty afër dhe kemi një njeri me brek në studio, me këmish. Duhet ta vazhdojmë shpejt intervistën dhe kalojmë tek pyetjet nga Facebooku.